Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qytetarët e Shqipërisë dhe ata të Ballkanit Perëndimor do të mund të përfitojnë nga heqja e paketave roaming vitin e ardhshëm. Kryeministri Edi Rama në një konferencë përshtyp pas samitit të mbajtur në Tiranë me përfaqësues të Ballkanit Perëndimor dhe Komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerimin, deklaroi se në marrëveshjen e re roaming do të përfshihen dhe qytetarët e vendeve të rajonit dhe që jetojnë në ato të Unionit. Roam like at home është programi midis Ballkanit Perëndimor dhe BE-s që do të jap fund sistemit ndryshëm tarifave. Bisedimet nisin fillim të 2026, Shqipëria do të përfundojë harmonizimin e plot takive deri në prill 2026 jemi gati. Do të jetë sukses i jashtëm pas që ka shkurtuar tashmë kostot me 5-10 herë dhe ka bërë parat lëvizjen më shpejt se sa një thashë them ballkanik. Roaming nuk ka të bëjë me tarifat me fatura telefonike, por ka të bëjë me heqjen e një kufiri tjetër artificial midis qytetarëve tanë dhe Europës. Sipas kryeministrit, edhe tregtia dhe lehtësimi i saj përmes një plani të detajuar lidhur me pikat kufitare, transformimi digjital dhe identiteti digjital i kanë paraprirë sistemit të identitetit digjital të Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë, nuk do të ketë më nevojë për kartë identiteti, pasaport, se identifikimi do të bëhet përmes celularit. Pritet që identiteti digjital do të blejë dhe për aktivitetet të tjera si transaksione financiare dhe blerjet përmes telefonit, deklaroi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Costa se mbështet rrugën e vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt Bashkimit Evropian. Nga Tirana, komisionerja deklaroi se duan që Bashkimi Evropian të bëhet realitet i prekshëm për të gjitha vendet e rajonit. Sipas saj, të gjitha vendet i përkasin Bashkimit Evropian dhe duhet të bëhen shtete anëtare me të drejtat të plota si shpërblimi merituar për parafrimin me legjislacionin dhe vlerat të BE-s. Komisioni Evropian dëshiron që plani i rritjes të jetë tërësisht i suksesshëm dhe së fundmi unë kam folur shpesh për nevojën për të zgjeruar vetë nocionin e zgjerimit, për të integruar të gjithë fqinjët tanë sa më shpejt që të jetë mundur në gjithnjë e më shumë fusha të ndryshme të politikave të BE-s, për shembull vendet duhet të bëjnë pjesë e tregut tonë të përbashkët, e tregut tonë të energjisë, e zinxhirëve pan-evropian të vlerës. Pra ne duam që Bashkimi Evropian të jetë tashmë që sot një realitet i prekshëm për qytetarët tuaj dhe ju folët pikërisht për këtë gjë, në mënyrë që të sjellë më shumë begati, siguri dhe stabilitet për mbar kontinentin evropian në këtë kohë kur ne kemi të tjerë të cilët do të donin që ne të mos ja dilnim ba. Në disa fusha pra kjo punë ka marrë formën e vet. Shqiptarët, malazezët, për shembull tashmë dhe maqedonësit përfitojnë nga kosto më të ulta për transaksionet fal SEPA-s. Samiti i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor bëri bashkë dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti me Edi Ramën. Kryeministri i Shqipërisë u përgjigj me ironi pyetjeve të gazetarëve se si raportet me Albin Kurti, duke thënë se e kanë kthyer si telenovel. Një mundësi e mirë për të thelluar dialogun mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, e komentoi kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut samitin e liderëve Rruga jon drejt BE-s të mbajtur në Tiranë. Histra Mickoski vlerësoi se takimi përfaqëson një mundësi të shkëlqyer për të thelluar dialogun dhe për të përforcuar përpjekjet e përbashkëta të vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e afrimit me Bashkimin Evropian. Vendi ynë mbetet i orientuar me vendosmëri drejt integrimit evropian dhe bashkëpunimit rajonal si shtylla kryesore të vizionit ton të përbashkët për një Ballkan Perëndimor të begat, shkruan kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Histra Mickoski. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama e komentoi si ndërhyrje në punën e pushtetit kërkesën e gjykatës speciale për shkarkimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga detyra si e pandehur me akuzën e shkeljes së barazisë në prokurimet publike. Në prani të komisioneres së Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos, kryeministri Edi Rama e vlerësoi rast unikal në historinë e Europës dhe në historinë e trupave speciale të drejtësisë që janë krijuar në proceset e integrimit, që një prokuror dhe një gjykatës të pezullojnë nga detyra një antar qeverie që zgjidhet nga kryeministri. Pezullimi nga detyra e një ministri, në këtë rast edhe zëvendës kryeministri, pra drejt për drejt përgjegjës për drejtimin e qeverisë në mungesë kryeministrit, është një tjetër shfaqje e pikërisht atyre dovësive që përmenda më lart, të një pushteti krejt të ri dhe e reflekseve antidemokratike.
Për kreun e qeverisë shqiptare, përgjigje për situatën e krijuar duhet të vijë nga gjykata kushtetuese. Do ta ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Për këtë çështje, Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin vlerësoi se nuk komenton çështje konkrete, ndërsa citoi se një sistem i pavarur gjyqësor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë në vitet e fundit. Numri 2 qeverisë shqiptare Belinda Balluku nuk mund të ushtrojë më kompetencat e saj si zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Ajo është marrë zyrtarisht e pandehur për tenderin e tunelit të Llogaras me vlerë 190 milion euro. Belinda Balluku akuzohet edhe për shkeljen e tenderin për lotin e 4 të unazës së madhe me një vlerë 20 milion euro. Mbi zëvendës kryeministren janë caktuar 2 masa sigurie, ajo pezullimit nga detyra dhe ndalimi daljes jashtë shtetit. SPAK ekzekuton masat arresti dhe për kreun e autoritetit rrugor shqiptar, Gentian Gjyli dhe drejtorin e kesh Erald Elezi. Vendimi i gjykatës u mor me kërkesë të prokurorit të çështjes Dritan Prençi. Për të dy tenderet me vlerë 210 milion euro, SPAK thotë se Balluku ka paracaktuar fituesin përmes mbikëqyrjes dhe ndërhyrjes në vazhdimsi gjatë gjithë procesit të zhvillimit të garës. Brenda 72 orëve, Balluku dhe zyrtarët e tjerë duhet të paraqiten në gjykatë për verifikimin e kushteve të masës së sigurisë dhe më pas kanë të drejtë të ankimojnë. Sipas vendimit të zbardhur të gjykatës, Belinda Balluku rrezikon deri në 5 vite burg. Kosova fillon sërish përgatitjet për zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve filloi përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen më 18 dhjetor. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, pranoi se ka në dispozicion 37 ditë për të organizuar këto zgjedhje. Meqense se këto janë zgjedhje të parakohshme dhe KQZ ka në dispozicion vetëm 37 ditë për organizimin e tyre, një nga vendimet e para të KQZ-s për këtë proces zgjedhor do të jetë ndryshimi i afateve kohore apo përshtatja e tyre sipas nevojës në pajtim me rrethana. Kjo është një drejtë që KQZ-s jep ligji për zgjedhjet e përgjithshme. Pra, të gjitha aktivitetet duhet të organizohen brenda këtyre ditëve. Pjesë e ndryshimeve pritet të jenë dhe afatet kohore të gjitha aktiviteteve zgjedhore përfshirë kozgjatjen e fushatës zgjedhore për subjektet politike. Së shpejti, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë vendim për caktimin e afateve kohore të aktiviteteve për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, pra përmes këtij vendimi KQZ do të caktojë afatin për partitë politike për të formuar koalicione zgjedhore, pastaj afatin për subjektet politike për të certifikuar dhe dorëzuar listën e kandidatëve për deputet, si dhe periudhën e fushatës zgjedhore. Po ashtu KQZ do të vendosë për periudhën e regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës, votimin përmes postës dhe në përpasi diplomatike, si dhe afatet për akreditimin e vëzhguesve e të tjera. Zgjedhjet parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit janë procesi 4 zgjedhor brenda vitit pas zgjedhjeve të rregullta parlamentare të 9 shkurtit dhe atyre lokale më 12 tetor dhe raundit të dytë më 9 nëntor. Gjykata Supreme në Kosovë kërkon rinumërim të votave në disa vendvotime në komunën e Istokut, kjo pasi ka shqyrtuar ankesën e asemblistit në këtë komunë nga radhët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Avni Gashi. Supremja udhëzoi panelin zgjedhor të ankesave dhe parashtresave që të urdhëroi rinumërim në vendvotimet për të cilat ka pasur vërejtje nga ankuesi. Pasi paneli kishte refuzuar si të pabazuar ankesën e parashtruar nga Avni Gashi, ky i fundit ka paraqitur ankesë në Gjykatën Supreme duke kërkuar që të lejojë rinumërimin e votave dhe KQZ-ja të bëjë verifikimin e materialit zgjedhor. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut garanton se ndryshimet dhe plotësimet e miratuara në ligjin e TVSH-s nuk do të ndikojnë në mënyrë se si qytetarët marrin dërgesat e tyre nga jashtvendit përfshirë dhe ato të porositura përmes platformës Temu. Sipas njoftimit të ministrisë, dërgesat që qytetarët porosisin nga Temu deri më tani kanë pasur tatimin mbi vlerën e shtuar të përllogaritur në çmimin e produktit. Kjo praktik, sipas ministrisë, vazhdon edhe pas ndryshimeve të ligjit ku TVSH-ja do të mbetet e përllogaritur në çmimin e produktit. Kjo do të thotë që qytetarët nuk do të paguajnë asnjë shtesë kur marrin dërgesën dhe as nuk do të kenë detyrim të ri pagese. Ministria e Financave thekson edhe një herë se ndryshimet ligjore nuk ndryshojnë as metodën e pranimit dhe as zhdoganimit të dërgesave. Bota.
Polonia shton akuzat ndaj Rusisë për sulme terroriste. Pas sabotimit në një rrugë kurrëdore strategjikisht e rëndësishme, ministri i jashtëm Sikorski akuzon Moskën për terrorizëm shtetëror. Kryediplomati polak deklaroi se ngjarjet e fundit tregojnë se nuk ishte një akt sabotimi si më parë, por terrorizëm shtetëror, sepse qëllimi i tij i qartë ishte të shkaktonte viktima njerëzore. Ministri i jashtëm polak paralajmëroi se do të mbyllet konsullata ruse në Gdansk, posti i fundit konsullor rus i mbetur në Poloni. Një ditë më parë, kryeministri polak Donald Tusk e quajti incidentin si goditje ndoshta më serioze për sigurinë e vendit që nga shpërthimi i luftës në Ukrainë. Forcave polake të sigurisë ju deshën vetëm 70 orë për të identifikuar të dyshuarit në të dy aktet e sabotimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky mori zyrtarisht një draft të planit amerikan për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Plani me 28 pika garanton sovranitetin e Ukrainës. Konfirmohet një marrëveshje mos-sulmimi midis Rusisë, Ukrainës dhe Europës. Garantohet që Rusia të mos pushtojë vende fqinje dhe NATO të mos zgjerohet më tej. Ukrainës i kërkohet të shkruajë në kushtetutë se nuk do të bashkohet me NATO-n, ndërsa NATO do të përfshijë në statutet e saj një dispozit që thotë se Ukraina nuk do të pranohet në Organizatën Atlantike. Për më tepër, ushtria e Kievit do të kufizohet me 600.000 ushtarë, ndërsa avion luftarak europian do të vendosen në Poloni për të mbrojtur Ukrainën. Është planifikuar gjithashtu kthimi i Rusisë në G8 dhe heqja e sanksioneve me riintegrimin e Moskës në ekonominë globale. Do të arrihen marrëveshje për transportin e lirë të grurit përmes Detit të Zi. Zyrtarisht Moska deklaron se nuk ka marrë asnjë informacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes kanaleve zyrtare në lidhje me planin e paqes në Ukrainë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova tha se nëse pala amerikane do të kishte në një propozim, ata do të kishin komunikuar përmes kanaleve të përdorura midis ministrive të jashtme të dy vendeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë bisedimet me Kievin dhe Moskën për planin e paqes. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe i dërguari i posaçëm Steve Witkoff po mbajnë komunikim si me Rusinë ashtu dhe me Ukrainën në lidhje me planin e propozuar të Washingtonit për zgjidhjen e krizës, tha sekretare e shtypit të Shtëpisë së Bardhë Caroline Levitt gjatë një informimi të rregullt. Special Envoy Witkoff, that Marco Rubio have been working on a plan quietly for about the last month. They've been engaging with both sides, Russia and Ukraine, equally to understand what these countries would commit to in order to see a lasting and durable peace. I dërguari special Witkoff dhe Marco Rubio muajin e fundit kanë punuar në një plan. Ata janë angazhuar me të dyja palët, Rusinë dhe Ukrainën, në mënyrë të barabartë për të kuptuar se për çfarë do të angazhoheshin këto vende në mënyrë që të shihnin një paqe të qëndrueshme, tha Levitt. Rubio dhe Witkoff janë parë si dy ndër njerëzit më të besuar të presidentit amerikan Donald Trump në çështjen e punëve të jashtme, duke pasur një rol të rëndësishëm dhe në arritjen e marrëveshjes për ndalimin e luftimeve mes Izraelit dhe Hamasit. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkon përfshirjen e Europës në diskutimet e planit të paqes në Ukrainë. Këtë koment ajo e bëri teksa mbriti në Këshillin e Punëve të Jashtme duke specifikuar se nuk ishte në dieni të përfshirjes europiane në ndërtimin e planit të paqes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. So this is very clear. Ne mbështesim një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, por që çdo plan të funksionojë, Europa dhe Ukraina duhet të jenë dakord. Ekziston një agresor dhe një viktimë. Nuk po dëgjojmë asnjë lëshim nga Rusia, siç është një armpushim pa kushte, duke pasur parasysh se bombat ende po bien mbi civilët. Unconditional ceasefire already some time ago, whereas we see again over this night bombings of civilians. Tha Kaja Kallas. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.